që ta tregoj një rast. Isha duke shkuar rrugës për në Valbun. Kisha një trajnim me Ermal Mamoqin, Vasil Noqin, Sheku Iseni. Pasi që kalova kufilin, mora një telefonat prej organizatorëve ku më thonin se duhet të takomin në lumin e Shalës. Nuk isha dieni se ku i bie lumi i Shalës. As navigacioni s'punante dhe thjesht vetëm jepsha makinës drejt. Ku të kthehem, s'kishte as tabela në për rrugë, fatkeqësisht po bëhet fjalë për një pjesë të rrugës, jo për gjithë rrugën. Dhe dikur po e takoj një kalimtar rasti aty, dhe po e nani makinën, e hapa dritaren edhe po e pyes. Thash, përshëndetje, unë jam nis për te lumi i Shalës. Edhe po e hap si kështu, thash, si te lumi i Shalës. Me makinë? Thash, po me makinë, pse? Edhe po qesh. A i sigurt? Thash, po i sigurt jam, thash. Kam një grup atje që po më pret te lumi i Shalës, jam prej Kosovës, hera e parë që po i bi kësaj rruge. Shika, tha djalesh, tha te lumi i Shalës nuk shkon dot me makinë. Po nëjë po shikoj kështu. Thash, seriozisht e ki? Tha, po, seriozisht. Te lumi i Shalës, tha, du të shkosh në Vjerz. Aty ka tragete dhe makinën du të parkosh aty dhe du të shkosh e traget. Tani e kam qartë. Okej, thash, po, cilës rrugë t'i bie, ku? Ma dha drejtimin, tej andej dikur edhe u përshëndeta me të, falenderova edhe u nisa. Dhe po ja afrohem aty bregut tek Vjerza, dhe aty takoj edhe 2 pjesëmarrës tjerë që ishin nisur për të shkuar në njëjtin vend. Pra u bëm 3 veta dhe koha po afroi, atje na prisnin për drek, ne vetë se kishim porosit ushqimin se çfarë do të ham. Çka bojmë ne të tretë, arritëm me siguru një traget, jo shumë të madh, dhe na kushtoi goxha shtrejt. Ishte mbi 60 euro për person. Ishim vetëm 3 veta. Nuk pyetëm shumë dhe e morëm atë traget dhe u nisëm. Gjatë rrugës kalum shumë mirë. E shijajsha çdo pamje, çdo moment të atij rrugtimi me traget, zgjati diku 1 orë e gjys. Fillum shkëmbym biseda me zvete me ata 2 djemt që ishin njëri prej Gjilanit, tjetri prej Preshevës andej. Silleshin mirë, në rrugë zhvillimi personal dhe ndonim përvoja, çfarë libra kemi lexu, çfarë trajnimesh kemi ndjek, e kështu me radhë. Kalum pra shumë mirë. Ata të dytë dukej sikur kishin qenë edhe më përpara në këtë lloj trajnimesh dhe i shisha se ishin edhe të përgatitur me veshje, e kam fjalën, pra me pantallona të shkurt, me bluzat me mangë të shkurta dhe me shapka apo papuqe. Ndërsa unë ishe vesh komplet ndryshe, pra kisha vesh këpuce, pantallona të gjatë, këmish, edhe kisha edhe një çantë të krahët me veti. Sepse nuk e dija se çka do më priste mu. Ishte hera e parë në kësi lloj ritriti. Dhe pak para se m'ju afru bregut tek lumi i Shalës, ai shoferi i tragetit, apo si me i thonë traget, po i thamë, na thot se këtu duhet me ju zbrit dhe pjesën tjetër, diku për 300-400 metra, duhet ta kaloni vetë. Pra duhet të futeni në ujë, që të dilni anej bregut, sepse nëse unë afrohem aty, më prek motori, çka digjo, nuk është shumë thellë, mund të shkoni edhe në kohë. Opa. Pra,
prej përvojës shumë të mirë që e patëm me këta dy djemt, për një moment u zhdukën. Dhe më lanë vetë. Dikur edhe i pash se ishin fut në ujë. Ishin fut në ujë deri në fyt. Dhe po lëviznin ngadalë. Pra çka mujta me pa, mbanin shopkat e tyre, një duar kështu dhe lëviznin ngadalë dhe filluam i vëzhgu. Aty e vrejta vetën sikur rash në një rol tankusit, viktimës se çka ndodhi, si me kalu tash në lumin andej, unë isha me pantoll gjatë, me këpuca, me çantë. Dhe si t'ja bëj, si t'përballem, ku t'i lo rrobat, a mizena nuk mizen çanta, nuk isha i sigurt. Dhe filluam i vëzhgu ata dytë me po tragun se ka po ecin, e shisha se ishte fell, nuk i besojsha vetës që të futem, po nëse nuk futesha duhej të rria atu me një breg komplet vetëm. Dhe për një moment thash, okej, po futem. Kur pash se ata mbriten tek caku andej, thash, edhe pse mblan vet, unë të pakten i vëzhgova, tragun e tyre se ka ecën dhe do eci andej si që kanë ecë ata. Ata shpëtuan, shpëtoj edhe unë. Kam fillu me i zhvesh rrobat dhe me i fut në çantë me shumë zër, po i zuni. Kam kap çantën, kam bajt kështu pezu mbi duar dhe u futa. U futa në ujë, shumë ngadalë. Uji ishte tepër i ftohtë. Ngrinte, edhe pse ishte gusht. Ishte gushti i verës 2022, prap ishte aq ujë i ftohtë sa që këtu në majet kokës. Po bona shumë i sinqert, dhe tash ka po e tregoj, po e ndjej një farë ftohtësie në trup. Edhe arrita me u fut në ujë me shumë kujdes, duke rujt çantën, sepse kisha celularin, kisha çelësat e makinës, kisha kuletën me plot pare. Dhe me ngadal edhe mbrite bregu. Tash sfida për me e gjetë grupin. Përveç Ermalit, Sheku Isenit edhe Vasil Naçit, nuk njihsha askënd prej grupit tjetër. Dhe duke shiku dikur nalem edhe e pyti dikant, a mos e keni parë mal mamacin këtej? Thanë që po, është me një grup të restorani pak më lartë. Edhe nisëm, shkoj drejt tek restorani, edhe po mpret tek shkallët Ermali dhe po përshëndet. Dhe i thash, Ermal, e meritoj një duartërëkitje të fortë pasi të kthehem prej banjës. Pse tha, për çka bëhet fjalë? Thash, i sheh pantallonat? Tha po. Thash, nuk kam brek për fundri. Ka fillu me qesh, se çka ndodhi? Thash, na kalon trageti ma larg, thash është dosh në u fut me brek, thash, dhe vërtet, mas jam kthy prej banjës. Tha, njerëz, vëmendje ju lutem, veç 10 sekonda, këtu e kemi Artanin, ka orë pi Prishtinës, ka orë vetëm, nuk e nje askant këtu, dhe e bukur është ta që është pa brek. Bukur, kalum shumë mirë në atë trajnim traditor, dihet mos se çka ndodh në për evenimente tilla, për mu ishte hera e parë një përboj fantastike, me shetitje, me meditime të shumta që kemi bo me shehin, me trajnime gjithashtu prej Ermalit dhe prej Vasilit dhe prej grupit i cili ishte fantastik në drejtim, në udhëzime, Ndodh një natë, aty në trajnim, unë e nxjerr një video Ermali, mjaft dhimbshme, mjaft inspiruese.
jatë vëdisuse sa i përket gjykimit që ne i bojmë njerëz të tjerë, pra bëhet fjalë për atë çunin e vogël që vonohej çdo ditë në shkollë dhe kishte një arsye, por që mësuesi vetë sa herë që vonohej e rrifte me shkop, sikur dënim për vonesën që bënte çdo ditë. Dhe një ditë prej ditësh, mësuesi duke shku në shkollë, po e shen nxënësin se ai para se të vinë në shkollë, i duhej që ta dërgonte me karrocë vllaun e vet për në terapi. Dhe kjo ishte arsyeja sepse vonohej ai çdo ditë në klasë. I erdhi shumë zor kur e pa atë pamje dhe e pa se çdo ditë e paska gjykuar pa faj nxënësin, pa e pyet, e paska dënuar, e paska rrahur, e paska përbuz para shokëve të vet. Dhe pas atij momenti ku vërtet na inspiroi shumë ajo historie që na shfaqi Ermali, dhe me atë emocion na futin në një meditim shumë thellë. Na ktheu në fëmijëni, edhe neve, për të pasë se sa shpesh jemi gjyku kur kemi qenë fëmijë, sa shpesh jemi rrahur pa faj, jemi përbuzur para bashkëmoshatarëve tonë, para shokëve tonë, vetëm e vetëm sepse nuk na kanë kuptuar. Besoj të ka ndodhur edhe ty kjo fëminin tonë ku je përbuzur, je rrahur, je dhunuar pa faj, vetëm e vetëm sepse dikush nuk kishte kohë që të pyesë se cila është arsyeja e kësaj që po e bën, çfarë po të ndihmon, çfarë po të shërben, kjo që po e bën. Çfarë përfitimi ke për këtë sjellje që po e bën? Kanë po e mbron me sjelljen tënde që po e bën? Çka është qëllimi pozitiv i kësaj sjellje që ti po e bën? Fatkeqësisht nuk kishte njerëz që na pyesin. Andaj thjesht e zgjodhen më të lehten. Mirë po, edhe ata e bon më të mirën e mundshme në ato momente. Ashtu siç edhe ti sa herë që veprove, ti e bone më të mirën tënde të mundshme. Ti nuk gabove asnjëherë. Ti thjesht reagove ndaj një situate. Ti thjesht ju përgjigje një situate, mënyrën tënde më të mirë të mundshme. Ti thjesht e vlerësove për ato momente se kjo është mënyra më e mirë e mundshme që mund të veproj tani. Dhe e paguve çmimin për çdo sjellje që ti bone. Ti e ke pagu çmimin për çdo sjelljen tënde që ke bë.
nuk ke gabu asnjëherë ti. Ti thjesht ke reagu, ju ke përgjigj një situate dhe ke vlerësu se kjo është mënyra më e mirë e mundshme për atë momente. Dhe tani që e kuptove këtë, atëherë ti thjesht u shlirove nga pesha e përgjegjësisë që po bartë për të kaluar. Nuk ke asnjë përgjegjësi nga e kalumnia jote, sepse ti thjesht e ke pagu çmimin për çdo sjellje tënde. Dhe nëse të ka marrë gjumi prej këtyre fjalëve që dëgjove prej meje, tani, në këtë moment, është koha që ti hapësh sytë dhe të vazhdosh ditën me më shumë inspirim, me më shumë qëllime, me më shumë vullnet.